Qeveria lokale në komunën e Prizrenit vuan nga shumë të meta strukturore, transparenca si parim kryesor për qeverisjen e mirë, padyshim renditet në krye të kësaj liste. Një met tjetër e qeverisjes së mirë në kuadër të komunës son është edhe shkelja e ligjit për çastjen e dokumenteve publike. Tenderi i parë siguron parandalimin e manipulimit dhe keqpërdorimit, njëkohësisht siguron edhe transparent para qytetarëve. Me këtë sistem të tenderimit, përgjatë procesit të aplikimit, aplikimi nuk do të jetë me anë të zarfave, po aplikimi do të jetë në mënyrë elektronike. Prej periudhës së aplikimit deri në kohën e mbylljes së procesit të aplikimit, të dhënat nuk do të jenë publike as për zyrtarët e Kuvendit Komunal. Me përfundimin e afatit të aplikimit, publikimi do të jetë në mënyrë automatike në ekranin publik i cili është pranë hotelit. Me këtë projekt do të sigurojmë një shërbim transparent dhe të ndershëm. Tenderimi në përgjithësi është një proces mjaft i rëndësishëm. Keqpërdorimet dhe manipulimet e shumta që ndodhen në procesin e tenderimit janë evidente në shoqërinë tonë. Ashtu që projekti jon, tenderimi i bardhë, do të mundsojë një transparencë totale, një transparencë të plotë të këtij procesi, ashtu që në fazën e publikimi do të jetë mjaft i hapur dhe qytetarët do të kenë mundësi që të shohin fazat e ndryshme të tenderimit, shumën e ofertës dhe fazat tjera që janë me rëndësi në mënyrë publike në ekranin e madh, si ceku edhe kryetari jon Beni Kizolli, ashtu që nuk do të ketë edhe më motive për ankesa, mirëpo edhe të tjerët nuk do të jenë në gjendje që të bëjnë keqpërdorime të tilla, sepse gjithçka do të jetë transparente dhe e hapur për opinionin publik.